إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur dhe nderuar vëllezër besimtar, lut Allahun e madhreshëm që Allahu të gjithë neve që kemi nda kohë nga jeta jonë për ta përmbush një detyrë dhe obligim kashim madhrisë të tij Allahu të gjithë fuqishëm, që kemi nda kohë për të ardhur për ta falë namazin e xumas, lut Allahun e madhreshëm gjithë neve Allahu të na mbulon me mëshirën dhe bekimet e tija. Lut Allahun e madhreshëm që Allahu t'i pranon adhurimet dhe lutjet tona. Lut Allahun e madhreshëm që Allahu t'u ndihmon besimtarëve kudo që janë dhe gjitha problemet dhe vështirësitë që i kanë, Allahu t'i ndihmon për t'i tejkaluar ato në formën më të mirë të mundshme. Besimtarë të dashur, e shfrytëzoj rastin që nga ky minber të gjithë muslimanëve shqiptar t'ia bëj përhajr ardhin e këtij mysafirit të madh, mysafirit të jashtëzakonshëm, mysafirit me një rëndësi të veçantë, muajit të madhërisëm të Ramazanit. Lutim Allahun e madhërisëm e para e falënderojmë Allahun e madhërisëm që na ndihmoi të arrijmë këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit. E pastaj lutim atë që të na ndihmon ta kalojmë këtë muaj të madhërisëm ashtu sikur se është i kënaqur madhëria e tij subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte që në momentin kur e shohim hanën e re, është një lutje pejgamberike që fatkeqësisht shumë rrallë e themi ne besimtarët. Na mësonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur shohim hanën e re, themi Allahumma ahillu alejna bil amni wal iman was salamati wal islam. O Zot, na sjell këtë hanë të re me siguri dhe besim, me shpëtim dhe islam. Rabbi wa rabbuka Allah, e Zoti im edhe Zoti yt i hanës është Allahu i madhreshëm. Të dashur vëllezër, nëse duam që të përfitojmë nga ky mysafir i jashtëzakonshëm i cili na vjen, ne fillimisht duhet ta marrim zemrën tonë dhe me zemrën tonë t'i trokasim dyert e mirësive që na i sjell ky muaj i madhërisëm i Ramazanit. Atëherë me zemrën tonë të kërkojmë adhurimet e duhura, përgjërimet tona, lutjet tona, nështrimet tona, dhe këtë formë do fitojmë nga mëshira e madhe Allahu dhu xhelal. Unë në këtë hutbe mikpritëse të këtij musafirit të madh do i them disa këshilla dhe porosi, të cilat do shërbejnë si kapsule imanore për të na ndihmuar neve që ta kalojmë këtë Ramazan në formën më të mirë të mundshme. Ta kalojmë në atë formë që kur të vjen fundi i këtij muajit, a shumë shpejt të vjen fundi i këtij muajit, të mos jemi pishman nga mënyra se si na e kemi pritur, si e kemi sajdisur, si kemi kaluar dhe si e kemi përcjellur këtë mysafir. Andaj, Allahu i madhreshëm në lidhje me këtë muaj thot shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaji të cilin ka zbritur Kur'ani. Zbritja e Kur'anit në këtë muaj madhështor ka ardhur për udhëzimin e njerëzimit. Andaj edhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë Ramazan për ta shtuar udhëzimin ton, udhëzimin e familjeve tona, udhëzimin e fëmijëve ton, udhëzimin e kushërirëve ton, udhëzimin e popullit ton. Pse kjo? Sepse në momentin që na do e kuptojmë të vërtetën si të vërtetë, dhe të kotën si të kotë, dhe do i përmbahemi këtyre fakteve dhe konkluzave, atëherë jeta jonë do ketë kuptim. Atëherë ne do jemi njerëz pozitiv, do jemi njerëz produktiv, do jemi njerëz paqëdashës, do jemi njerëz human, solidar, dhe gjithë rrethi do na shef hajrin. Andaj të dashur vëllezër, në fillimin e këtij muaji të madhëshëm të Ramazanit, gjithë ne duhet t'ia parashtrojmë vetes një pyetje: sa përqind na jemi të udhëzuar? Udhëzimi jon
a është i mjaftueshëm për të na ndihmuar neve në udhëtimin tonë drejt Zotit, apo nuk na mjafton. E dyta, udhëzimi jon a na mjafton që ne të bëhemi shkak për udhëzimin e tjerëve që kemi afër nesh, apo nuk ofrojmë ne modelin e duhur që ata ta ndjekin prej neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? I pafat është njeriu. Është shumë mirë të analizojmë këtë hadith. Është i pafat ai njeri i cili arrin Ramazanin dhe e kalon atë e nuk i falen mëkatet atij. Shifne kjo fjalë që është përdorur në këtë hadith, ragimu anfu mri'in. Ju shtypt për tokë huna e tij. Do o njeri, nëse Allahu ta ka dhënë jetën dhe ta ka dhënë mundësinë të arrish këtë mysafir, e ti të futesh brenda këtij muajit, e ti kesh gjithë ato begati dhe mirësi, e pastaj ti shpërfillesh, ti injorosh dhe të mos arrish sukses që të falen mëkatet tuaja, sigurisht që ti njeri nuk e meriton asnjë mirësi në jetën tënde. Andaj i poshtër, i humbur, i shkatruar je nëse ti edhe këtë shansë të jashtëzakonshme që të ka dhënë Allahu i Madhërisht nuk e shfrytëzon për fituar kënaqësinë e tij, për fituar bekimet e tija, për fituar mëshirën dhe falën prej tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush erin gati namazit të teravis, e fal me besim në madhnin e tij dhe shpesim të shpërblimeve prej tija, i falen mëkatet e kaluara. Këto dy terme që janë përdorur në këtë hadith, imanan wa ihtisaban, neve na mësojnë dy rregulla të jashtëzakonshme të rëndësishme të gjitha adhurimet tona. E para është sinqeriteti në të gjitha veprimet tona. Adhurimet tona nëse nuk janë sinqerta për Allahun, atëherë mos u lodh, se ato Allahu do t'i kthe mbrapsht, Allahu nuk do i pranon, sepse Allahu dëshiron që kur dikush prej nesh e bën një punë të mirë, nëse është punë fetare, të jetë e sinqert për Allahun, të mos jetë as për nam, as për lavd, as për famë, as për përfitimet karrierës, as për përfitime materiale, të jetë e veçantë vetëm për fitu kënaqësinë e Allahut. Andaj imanen me besim do të thotë me sinqeritet në veprimet tona. Wa ihtisaban, të besojmë në premtimet që Allahu jep besimtarit. Andaj kushdo prej nesh që adhurimet e veta i bën në këtë formë, me sinqeritet të thelluar dhe besim në premtimet e Allahut dhul xhelal, atëherë ai nuk do lodhet në adhurimet e tija. Ati nuk do i duken të shumta dhe të gjata rekatet e namazit të teravis, por në momentin që ato do përfundojnë, ky do ndjen një keqardhje, sepse kënaqësinë që e përjetonte në atë adhurim tani mo i përfundoi atij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam." Çdo vepër e njeriut është për të, përveç agjërimit, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Shifni tani, shpërblimin e agjërimit Allahu ja atriboi vetvetes dhe e la të papërcaktuar për me tregu se kushdo që e kalon këtë muaj të madhërisëm me agjërim, është duke bën një vepër të jashtëzakonshme dhe shpërblimi për këtë vepër të jashtëzakonshme është i jashtëzakonshëm. Realisht, për gjitha adhurimet Allahu i Madhërisht i përmend të shpërblimet e caktuara. E për agjërimin nuk përmendi asnjë lloj shpërblimi të caktuar. Pse? Sepse ja la madhërisë e tij. E Allahu është bujar, është fisnik. Kur ai shpërblen në suazat të bujarisë dhe fisnikrisë së tij. Për ta kuptuar më qartë këtë fakt, nëse ti e ke një mik 1 miliarder, atë ja mendon se me 10 apo 20 euro ka me të shpërbly ty, apo ka me të dhënë dhurat. Nëse është ai miliarder, 10 e 20 euro nuk përmenden tek ai. 1000 e 2000 nuk përmenden tek ai, po janë pyetje dhjetra dhe qindra mia që ai mund t'i jep ty, sepse ato janë një pikë, janë sikur se një pikë uji mesin e një oqeanit. Paramendoni nëse një njeri i pasur jep kaq shumë për shkak të sasisë së madhe të pasurisë që ka, paramendoni Allahu, i cili është pronar i qiejve dhe tokës, dhe këtë që ka mes tyre, sa e paguan besimtarin i cili e kalon këtë muaj të madhërisëm me agjërim. Andaj, ky hadith është shpresdhënës, është motivues, edhe është nxitës që ne të bëjmë këtë adhurim me besim dhe shpresim, duke mos i humbur këta dy komponente, që agjërimi jon të jetë i gjallë, të jetë efektiv, të jetë i fuqishëm për ta shndruar ndryshimin në mesin tonë.
Allahu i madhreshëm thot, fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. O ju besimtar, më kujtoni që t'ju kujtoj, më falenderoni dhe mos i përbuzni mirësitë e mia. Shifni vëllazër, kujtimi i Zotit është qëllim për qëllimeve për cilën Allahu i madhëshëm i ka krijuar qiellin dhe tokën. Gjithë ne kemi nevojë vazhdimisht ta kujtojmë madhrinë e Tij, ta përmendim emrin e Tij dhe t'i nënshtrohemi urdhrave të Tij. E paramendoni, nëse ne këto krijesa kaq të dobta, kaq të vogla, kaq të parëndësishme në mesin e krejtë saj gjithësisë së madhe, nëse ne e përmendim Allahun, nëse neve na kujtohet Allahu, nëse ne ndajmë kohë për ta përmendur Allahun, Allahu me madhrinë e Tij na përmend neve. Kush jemi ne të përmendemi prej Tij? Çka meritojmë na që të jemi të përmendur në mesin e melaçeve, krijesave gjigante madhështore nga madhëria e Tij? Askushi. Mirë po shifni si thot Allahu i madhëshëm, më kujtoni që kujtoj, më përmendni që t'ju përmendi. Kjo është komponente e parë. Komponente e dytë është më falenderoni dhe mos më mohoni. Shifni vëllazër, krejt mira që i kemi janë nga madhëria e Tij. Thot Allahu i madhëshëm, fema bikum min ni'matin famin Allah. Krejt dhunti që i keni prej Allahut i keni. Andaj nuk i ka hije njeriut, i cili del në këtë botë nga një pikë uje, dhe del në këtë botë nga një vend ku nxirret uji. Edhe pastaj është i dopt edhe i ignorant, një kohë të gjatë. E pastaj edhe në momentin kur bëhet i moshritur, i pjekur, edhe i fuqishëm përsëri me një mikrob që nuk shifet, ai rëzohet dhe shtrihet për tokë. Ky njeri a ka të drejtë të mohon këto mirësi të Zotit? A ka të drejtë të tregohet mendje madh dhe të pretendon se këto mirësi i ka nga vetja e tij? Asnjëherë. Andaj Allahu i madhreshëm kërkon prej nesh që na ta falënderojmë për të gjitha këto të mira dhe të mos i mohojmë. Jo se ka nevojë Allahu për falëndrimet tona. Jo se ka nevojë Allahu t'i kursen mirësitë e Tij ndaj nesh, po thjesht do të na edukon se njeriu vazhdimisht duhet të jetë falëndrues ndaj secilit që ja bën një të mirë atij. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh." Kushdo që u bën një të mirë, kthejani atë mirë. E i thanë, ja Rasulullah, nëse s'kemi mundësi të mirën t'u kthejmë me të mirë, çka të bëjmë ne? Tha, thuni atij jazakallahu khaira, Allahu të shpërbleft me të mira. Shifne, na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jemi mirënjohës ndaj çdo njeriu që na bën të mirë dhe pastaj e lidh, sikurse ky ajet, mirënjohjen tonë ndaj njerëzve me mirënjohjen tonë ndaj Zotit, dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yashkuri llaha man la yashkuri an-nas wa la yashkuri al-kathir man la yashkuri al-qalil. Nuk e falëndron të shumtën ai që nuk din me falëndru të paktën, dhe nuk e falëndron Zotin ai që nuk din me falëndru njerëzit. Andaj kur thot Allahu i madhëshëm, fashkuruli wala takfurun, më falënderoni dhe mos mohoni, qëllimin e ka me na eduku që na me qenë mirënjohës ndaj çdo kujt që na bën të mirën, e mos flasim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu dhu xhelal, janë disa momente reflektimi, i kam zgjedhur disa ajete dhe hadithe për t'ja përmendur juve që t'i keni shoqëruesin tuaj në këtë Ramazan të madhërisëm inshallah taala. Thot Allahu dhu xhelal, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ne o Muhammed, nuk ta kemi zbritur këtë Kur'an që ti dëvuash me të. Shifne, shpallja, Kur'ani, ligji islam janë të atilla që njeriu i sjellin lumturi, i sjellin begati, i sjellin kënaqësi, i sjellin rahati, i sjellin siguri, i sjellin stabilitet, i sjellin mirëqenie, i sjellin komoditet, ja sjellin të gjitha të mira që i synon njeriu. Në momentin që njeriu ja kthen shpinën Kur'anit dhe udhëzimeve të Zotit dhe udhëzimeve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai njeri atëherë ka për të vujt. Andaj tha Allahu i madhreshëm, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, nuk ta kemi zbrit Kur'anin që të vuash. Për Kur'ani ka ardhur që neve të na jep lumturi, harmoni, mirëqenie, përparim, zhvillim. Të dashur vëllezër, ku qëndron problemi te ne muslimanët? Megjithëse na e kemi Kur'anin me vete dhe nuk kemi të gëzuar, apo të lumturuar, apo të kënaqur, për shkak se na nuk punojmë me Kur'anin. Nëse arrim sukses që në Ramazan ta lexojmë Kur'anin për adhurim dhe ibadet dhe për shpërblime, pak janë ata që lexojnë Kur'anin vazhdimisht
për të marrë mësime, porosi dhe udhëzime. A realisht Kur'ani ka fuqinë mi dhënë përgjigje dilemave më të mëdha me të cilat ballafaqohet njerëzimi sot, jo vetëm unë edhe ti, jo vetëm na muslimanët e Strugës, apo muslimanët e Maqedonisë, apo muslimanët e tokave shqiptare. Kur'ani ka fuqi të jep përgjigje dilemave më të mëdha me të cilat ballafaqohet gjithë bota dhe gjithë njerëzimi. Problemi ku qëndron se ne nuk e kemi fuqinë, as gatishmërinë, as vullnetin që të zhytemi në kuptimet madhështore të Kur'anit dhe të gjejmë përgjigje për këto dilema dhe për këto ofanziva të njëpasnjëshme që na bëhen neve nga agjendat sataniste, djallëzore, që vazhdimisht insistohet dhe mundohet të na imponojnë neve në vendet tona. Andaj, nëse duam lumturi, nëse duam shpëtim, nëse duam kënaqësi, duhet të shoqërohemi me Kur'an, por jo vetëm në pjesën e leximit formal, por shoqërohemi me Kur'anin që të jetë udhëfyesi jonë në jetën tonë, ashtu siç tha Allahu i Madhëshëm, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë ky Kur'an është ai i cili na udhëzon drejt udhës më të saktë dhe më të vërtetë. Në përputhje me këtë ajeti tjetër, Allahu i Madhëshëm thotë kul bel huwa Qur'anun majid. Dijeni se Kur'ani është libër i lavdishëm. Edhe ky fakt është shumë interesant se zgjerohet edhe i kaplon edhe ata që jetojnë me këtë Kur'an, edhe ata që merren me këtë Kur'an, edhe ata që lexojnë këtë Kur'an. Nëse Kur'ani është libër i lavdishëm, edhe lexuesi i Kur'anit është njeri i lavdishëm. Edhe hafizi i Kur'anit është njeri i lavdishëm. Edhe ai që thret në Kur'an është njeri i lavdishëm. Andaj të dashur vëllezër, nga e kaluara që thash dhe kjo, nënkuptohet se sa më shumë që na jetojmë me Kur'an, fitojmë prej bekimeve dhe lavdeve që Kur'ani ka brenda vetes. Dhe nëse duam na të jemi popull i lavdruar, dhe të jemi njerëz të lavdishëm, atë na duhet të merremi me Kur'anin, ta studiojmë atë dhe të punojmë sipas udhëzimeve të Kur'anit për fituar krenarin, lavdin, epërsin dhe suksesin në jetën tonë. Allahu i Madhëshëm jashtë thotë, "Wa yumatti'ukum mata'an hasana." Allahu u jep një jetë të këndshme dhe të mirë. Ky ajet vjen pasi që Allahu i Madhëshëm e përmend istighfarin, kërkimin e faljes te Allahu i Madhëshëm për mangësitë tona dhe si rezultat i këtij istighfarit të vazhdueshëm, i cili shndrohet në edukat, në kulturë, që na vazhdimisht ditën dhe natën, në mëngjes edhe në mbrëmje, kur jemi duke ecë apo duke ndejt, të gjitha situatat ta kalojmë duke thonë astaghfirullah wa atubu ilay, kërkoj falje te madhnia e tij dhe pendohem tek ai, kërkoj falje te madhnia e tij dhe pendohem tek ai, vazhdimisht ta mbushim kohën tonë me këtë lloj lutje dhe me këtë lloj istighfari, atëherë sigurisht se Allahu i Madhëshëm ka më na dhënë një jetë të këndshme, një jetë plot kënaqësi dhe një jetë të mirë. Prej dobive të shumta që neve na e sjell istighfari është edhe jetesa ekonomike e mirë, që ne vazhdimisht mendojmë se për jetesë ekonomike ne duhet të punojmë ditë e natë, duhet të planifikojmë, duhet të organizohemi, duhet të investojmë, duhet të bashkëpunojmë, edhe duhet të punojmë pa ndalë edhe ditë e natë. Mirë, por realisht përveç arsyeve materiale që janë të rëndësishme për fitimin e furnizimit, aq e rëndësishme është edhe istighfari. Tha Allahu i Madhëshëm, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kërkoni falje nga Zoti juaj dhe e gjeni atë falje pranues. Allahu është i gatshëm dhe pret besimtarin që të thotë astaghfirullah, e Allahu ta pranon më një herë istighfarin e tij. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa aleikum midrara, e nëse ju vazhdoni me istighfar ndaj Zotit, wa çon qiellin me shi mbollok, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa shton juve pasurinë dhe ja shton juve familjen tuaj. Ande këtë mirësi na vjen në momentin që neve na kujtohet mangësia jon, dobësia jon, nevoja e madhe që kemi për Allahun krijuesin ton dhe vazhdimisht kërkojmë falje prej tij, atë këtë mirësi i kemi si dhuratë dhe shpërblim prej tij. Thot Allahu i Madhëshëm, ghafiru dhanbi wa qabilit tawbi shadidul iqab dhi tawli la ilaha illa hu ilayhi al-masir. Allahu është ai që pranon faljen, ai që i fal gjunahet tona dhe pranon pendimin ton, por ai është gjithashtu ai që ndeshkon ashpër, është i fuqishëm, la ilaha illa hu, s'ka zot tjetër veç ti, ilayhi al-masir, dhe te ai është fundi i çdo gjëje. Shefni tani, në këtë ajet Allahu i Madhëshëm na i tregon dy anë e madhërisë së tij. Anën e parë,
dy komponente shumë të rëndësishme që neve aty e kemi shpresën, se Allahu na i fal neve mëkatet dhe e pranon pendimin ton. Lidhe me atë që tham pak më herët, kërkoni falje për Allahut vazhdimisht, se do e gjeni Allahun falës të gjunaheve tona. Pendoni te Allahu, se do e gjeni atë që e pranon pendimin ton. Zotën shpresa jonë më e madhe gjatë jetës son është më këtu, që kur gabojmë na, e dimi se kemi një Zot i cili na e fal gabimet tona, nëse na kërkojmë falje për ato gabime. Dhe nëse na gabojmë, e pendohemi, e kemi një Zot i cili e pranon pendimin ton me shpejtësi, dhe kjo neve na amneston para madhërisë së Tij, dhe shkojmë te Allahu me gjunahet falura dhe me pendim të pranuar. Mirë po, nëse kemi njerëz rebel, arrogant, agresor, zullumqar, mëkatar, injorues, njerëz që mohojnë mirësitë e Zotit, atë le ta dinë të gjithë ata se Allahu është shedidul iqab, dhu taul, Allahu është ai që ndeshkon ashpër dhe është i plot fuqishëm. Askush s'ka mundësi me ik dëshkimit të Tij, askush s'ka mundësi mu ballafaqu me fuqinë e Tij. Andaj çdo njeri le ta mendon mirë në momentin që ai haron madhninë e Tij, haron të nështrohet atij, haron të kërkon falje për Tij, haron të adhuron atë, se një ditë ka u ballafaqu me ndëshkimin e dhëmshëm të madhnisë së Tij dhe me fuqinë absolute që ka ai, la ilaha illa hu, s'ka zot tjetër veç Ti. Fakt i pamohueshëm që ti sot ndesh e pranon, ka më ardhur një ditë që ti ke më pranu, wa ilayhi al-masir, po fundi fundit e pranove se pranove, e besove nuk e besove, ju nështrove nuk ju nështrove, fundi i të gjithë neve është tek ai. Deshte ti apo nuk deshte, një ditë ki me vdek, e kush është ai që vdiq e nuk kthehet te madhnia e Tij. Gjithashtu Allahu dhu xhelal thot, dhe me të do mundohemi ta përmendojmë këtë hutbë, dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardha'akum fasbahtum min al-khasirin. Ky është mendimi juaj, paragjykimi juaj për Allahun, për Zotin tuaj. E ky mendimi keq i juaj për Zotin ju sjellin këtë gjendje të keqe, edhe ju u bërët humbësit më të mëdhenj. Shifni vëllezër të dashur. Nëse njeriu harrohet në këtë jetë dhe qëllim të vetmi në këtë jetë e bën fitimin e mirësive materiale, haron obligimet karshia Allahut dhe mendon se Allahu nuk e shef se çka bën. Mendon se ai si i mashtron njerëzit ka mundësi me mashtru Allahun. Ai mendon se pushteti, pasuria, fuqia që ka fitu i mjaftojnë atij karshia Allahut. Mendon keq për Zotin e Tij. Nuk e njeh mirë si duhet Zotin e Tij. E ky mendim i keq i Tij, që mund ta mashtron Zotin, apo mund t'i del karshi Zotit, e sjell në poshtrinat më të mëdha në këtë botë. E mos flasin për atë që e pret në ahiret, andaj tha Allahu fa asbahtum min al-khasirin, e ju bët ju prej atyre që janë humbës. Andaj të dashur vëllezër, neve Allahu i madhëshëm nga kujdesi i Tij për ne dhe dashuria që ka për ne, dëshiron që na këtë muaj të mos jemi humbas, por të jemi fitimtar të gjithë, pa përjashtim, sidomos ata që agjërojnë Ramazanin, ata që e falin Taravin, ata që i falin 5 kohët e namazit, ata që japin zakatin, ata që japin sadakan, ata që kujdesin për prindët e tyre, ata që shtojnë dashnin në familjen e vet, ata që japin hakin gruas vet, ata që kujdesin për fëmijën e vet, ata që kujdesin për shokët e vet edhe xhamatin përgjithësi, ata që kujdesin për xhamiat e Zotit, e për hoxhallarët dhe imamllarët, padyshim se këta njerëz janë fituesit më të mëdhenj, edhe është një mundësi ku çdo vepër që bën njeriu i shumëfishohet atij, e shpërblimi është i pakufi, ashtu siç e përmend në fillimin e fjalimit ton. Andaj na lutim Allahun e Madhëshëm, ashtu sikur Allahu na dha mundësi me arrit këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit, Allahu na mundson ta kalojmë ashtu siç është më smirti në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun të na i fal mangësitë tona, na e fal dobësinë tonë, e të na bën të atill që mundohen çdo sekondë të këtij muaji ta shfrytëzojnë optimalisht, sepse ditët janë të numëruara, e çdo gjë që është e numëruar kalon shumë shpejt. Elusim Allahun e Madhëshëm, Allahit na i fal gabimet tona, e të shpërblen për vëmendjen tuaj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.